Le ta pranojmë. Pastrimi I pluhurave nuk është puna më e lehtë në shtëpi. Nuk ka rëndësi sa herë e lanë dyshemen apo fshin me fshes me kurrent qoshet dhe të qarat. Shumë shpejt pluhuri është sërish aty. Kjo ndodh sepse grimcat e pluhurit grumbullohen vazhdimisht, pavarësisht se sa të zellshëm jemi për të bërë pastrimin e tyre. Por nuk është një betejë e humbur plotësisht. Edhe pse zhdukja plot e pluhurit është e pamundur, të dish se çfarë përmban pluhuri mund të të ndihmojë të reduktosh grumbullimin e tyre. Pra, çfarë është pluhuri dhe pse ka rëndësi ta dish? Pluhuri I shtëpisë është një përzierje e grimcave organike dhe inorganike për të cilat shumica e njerëzve nuk do të donin të mendonin. Kjo përzierje zakonisht përfshin qeliza të vdekura të lëkurës së njerëzve apo kafshëve shtëpiake, zbokthi, çime, leshi I macës apo I qenit, merimangat e pluhurit, jashqitjet e insekteve dhe grimcat e insekteve të ngordhura, polene dhe grimca të tjera organike, mikroplastik, baktere, myk dhe fibrat e pëlhurave. Pluhuri mund të përfshijë gjithashtu komponime nga tymi dhe ngrimcat e blozës të gjeneruara nga djegja e qirinjve, pirja e duhanit apo gatimi. Ky kombinim grimcash qëndron në ajër dhe grumbullohet në sipërfaqe dhe në cepat e shtëpisë suaj. Edhe pse pluhuri është një nënprodukt natyror I të qenit njeri, ai mund të shkaktojë alergji dhe astmë ose të përkeqësojë gjendjen shëndetësore, veçanërisht ato me sëmundje themelore të frymarrjes. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur pluhuri përhapet në ajër ose ngrihet lart. Pluhuri është plot me proteina që mund të shkaktojnë reaksione alergjike tek njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj tij, thot William Sheckley, profesor I asociuar I mjekësisë në Universitetin Johns Hopkins në departamentin e kujdesit pulmonar dhe kritik, në një intervistë në New York Times në mars të këtij viti. Disa nga shkaktarët kryesor të alergjive që lidhen me pluhurin janë merimangat e pluhurit, çimet e kafshëve shtëpiake, myku, nënproduktet e tymit dhe jashtëqitjet e buburrecave, thot Russell Burr, një pneumolog në sistemin e kujdesit shëndetësor në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Merimangat e pluhurit, të cilat ngjiten në mobiljet e veshura me tapiceri apo çarçaf, janë veçanërisht alergjik dhe janë tepër të zakonshme. Sipas Institutit Amerikan të Mushkërive, afërsisht 4 nga 5 shtëpi në Shtetet e Bashkuara kanë alergji nga merimangat e pluhurit në të paktën një krevat. Këto krijesa mikroskopike ushqehen me qelizat e vdekura të lëkurës që gjenden në pluhur dhe lulëzojnë në mjedise të ngrohta dhe të lagështa, sepse thithin ujë përmes ajrit për të mbijetuar. Edhe ata që nuk kanë alergji specifike ndaj përbërësve të pluhurit mund të kenë probleme të frymarrjes që rrjedhin nga pluhuri, tha Barbara Mann, një pulmonologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Respirator Hebraik Mount Sinai. Meqense pluhuri është kaq I vogël, ai mund të shmanget mbrojtjes së rrugëve tona të sipërme të frymarrjes dhe të hyjë në rrugët tona më të vogla të frymarrjes, gjë që mund të shkaktojë irritim, rritje të prodhimit të mukusit dhe inflamacion të rrugëve të frymarrjes. Prandaj, pluhuri mund të jetë pjesë e bezdisme e jetës së përditshme, veçanërisht për njerëzit me alergji dhe probleme me frymarrjen, por kjo është një arsye më shumë për të zvogëluar ekspozimin tuaj ndaj tyre. Për fat të mirë, ka një numër masash parandaluese që mund t'i përfshini në rutinën tuaj të përditshme që do të zvogëlojnë pluhurin në shtëpinë tuaj. Në vitin tjetër, ne do t'ju tregojmë si mund të mbani larg pluhurin.